Me Lauretën do kalojmë tani tek pika tjetër. Kemi këmishat këtu që do e kurosen, kemi hekurin, që është një nga pajisjet që e përdorim më shpesh në shtëpi, por që ndonjëherë edhe neglizhojmë dhe nuk e pastrojmë sa herë së shpesh që duhet. Për shembull, ky hekuri ynë është bërë më sipër një pak dhe shkruani. E ke lënë ndonjëherë deri në këtë gjendje në hekurin tënd? Edhe bëhet. Edhe bëhet. Sidomos me robat që kanë pushë e kështu dhe bëhet. Po që si fillim ne e marrim hekurin e pastrojmë. Po. Para se të fillojmë me kurosjen, sepse do t'rregojmë dhe një metodë me mënyrë shumë të mirë pak më kështu, që të mos na ngjisi dhe të jetë sa më i pastër. Çfarë mënyrash ke ti, Laureta, për pastrimin? Pastrojmë me letër kuzhine, mund ta pastrojmë edhe me sodë, me pak ujë të përzier. Mund ta pastrojmë me krip të zezë, nëse këte kemi krip të bardhë, nuk ka ndonjë problem, po edhe me krip të zezë që është kokriza e trash. Dhe me ashpër. Mund ta përdorim edhe me uthull molle që pastrohet. Po në rastet kur nuk e kemi në këtë gjendje. Mund që ta pastrojmë me një pecet të tillë, që mos ta pastrojmë me sfungjerenësh ose me pel për shkak të një gërvishtje. Po, edhe duke u gërvishtur dhe hekuri nuk prishet dhe nuk bën mirë atë hekurosjen siç duhet, që të jetë sa më i imët siç është. Po. Kështu që fillojmë në rastin ton konkret, në këtë gjendje që është hekuri, cila funksionon, cila metodë? Ne tham ta provojmë me sodën. Me sodën. Me sodën. Mund ta përziejmë sodën me pak ujë dhe me një leckë. Dhe me një leckë të tillë. Se si të tash. Hekuri në këtë rast duhet të jetë i ngrohtë, i nxehur apo pak i ngrohtë. Okej. Të jetë pak i ngrohtë tani është. Kemi provuar pak më herët. Mirë, le të provojmë të pastrojmë hekurin, duhet të pastrohet sidomos pas atyre robave të shumta që e kurosen, pak të me uthull që të lahet të disinfektohet. Mund ta provojmë edhe me këto. Po në rastet kur ai ka ngjitur shumë dhe ka grumbulluar shumë materiale, e provojmë me sodë me ujë, këtu kemi ujë. Sodën, po. Më duhesh diçka për përzierje në fakt. Po, e përziem dhe mund ta shtojmë të gjithë sodën, në mos gaboj. Të gjithë sasin e sodës tek tasi, që të bëhet një lloj paste e ashpër. Dhe më pas do ta fërkojmë, jo me materiale të forta, që të mos jo me materiale të forta, siç e tham, sepse ajo e prish hekurin. E përzien. Na ul efikasitetin e kurosjes, pra në këtë raport, dhe sa të bëhet ajo pasta e duhur. Tani s'mund ta përziejmë atë, po e përziejmë me bishtin e kësaj që t'jetë dhe pak sa më trash që t'i heqim atë të nxirën hekurit. Ne të shpresojmë se është duket që është përdorur në mas, kanë grumbulluar materiale të djegura, gëlqeren, apo materiale të tjera të cilat, edhe të detergjentëve të rrobave, pse jo, që sado lahen shplahen, aty përsëri kam mbetje të tjera. Unë tani po e marr me këtë pecetën që ta pastroj, tani se e doja sa më të e provojmë. Rasti tjetër me krip, që shpjegoi Laureta, është do ta tregojmë dhe atë proces, por të shpresojmë që të largohen, mund ta mbështetës mbi tavolinë. Po, mund ta mbështes mbi tavolinë që ta ushtrosh pak më tepër fort, të ndihmon për të ushtruar fort. Dhe mund të vëmë një pecet që mos ta bëjmë pis tavolinën e kurosjes. Po. Për shembull për zonjat kjo është gjë e mirë se e ndihmon. Mbështet edhe pak se ndoshta. Po. Edhe nga fakti që hekuri përdoret pa ujë, kjo e dëmton. E dëmton, po. Në atë pjesën e tharjes apo të djegjes dhe të marrjes së kësaj ngjyrës kafe, që ke frikë ta përdorësh në materiale që janë më delikate. Që janë më delikate si punë e pulovrave, për shembull, se sado një gjë një avull e do. Edhe pulovra nuk mund ta veshim ashtu. Pra kjo është metoda e pastrimit të hekurit me sodë, edhe metoda tjetër me kripën e trash, duke vendosur hekurin e nxehtë mbi të, është një metodë efikase që na ka rezultuar dhe më herët, dhe ja, ku e shohim tani të largohen papastërtitë. Ky pastrim se dhe soda ka atë agresivitetin, e largon atë ngjyrën. Soda shumë e mirë se largon atë të zezën, ngjyrën, ngjitjen. Po, më e mira do ishte të kishim një hekur inox, jo me ngjyrë. Jo me këtë ngjyrën. Jo me këtë ngjyrën. Pak ta shohim edhe në ekran. Jo me këtë ngjyrën roz, sepse inoxi është më i shkëlqyeshëm edhe ndrin kur e pastron tamam, ndërsa kësaj ikën dhe ngjyra, sepse soda gryse është. Është gryse, e vërtet. Po që është e mirë se e pastron,
Në kushte shtëpie është shumë e mirë.